Mirëmbrëma për gjithë të nderuar shikues, nga unë dhe kolegu Bledian Koka, jeni në shoqërinë edicionit qendror informativ. Mirë do t'jemi së bashku edhe me kolegen Senada Jao për të njohur me zhvillimet më kryesore të ditës. Shohim menjëherë këto zhvillime. Kryetari i Parlamentit Ilir Meta kërkon mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare lidhur me mosarrestimin e Klement Balilit. Kërkesa ishte paraqitur zyrtarisht presidentit Nishani përmes një letre drejtuar nga kryeparlamentari, e cila është siguruar ekskluzivisht nga Balkan Web. Kryetari i Parlamentit Ilir Meta kërkon nga presidenti Bujar Nishani që të mbledh Këshillin e Sigurisë Kombëtare në lidhje me mosarrestimin e Klement Balilit, i konsideruar si Escobar i Ballkanit, përmes një letre drejtuar kreut të shtetit, e cila është siguruar ekskluzivisht nga Balkan Web. Kryeparlamentari Meta e konsideron Klement Balilin një person me probleme serioze me ligjin, që pavarësisht akteve proceduriale apo akuzave të përcjella apo të paraqitura nga organet kompetente shqiptare apo ndërkombëtare, ende nuk është ndaluar për t'u nënshtruar drejtësisë. Duke sjellë në vëmendje të kreut të shtetit edhe deklaratat e forta të partnerëve ndërkombëtar, kryesisht e atyre amerikan, si edhe e shqetësimit që ekziston për mosveprimin e institucioneve shqiptare, Meta kërkon nga kreu i shtetit mbledhjen sa më shpejt të Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Në cilësinë e kryetarit të Këshillit të Sigurisë Kombëtare, të thërrisni në një kohë sa më të shpejt një mbledhje të Këshillit të Sigurisë Kombëtare, me qëllim analizimin e të gjitha veprimeve apo mosveprimeve të institucioneve shqiptare të ngarkuara me ligj për ndjekjen e procedurave për çështje të tilla. Thirrja e mbledhjes së Këshillit të Sigurisë Kombëtare për këtë çështje do dëshmojë seriozitetin e institucioneve dhe organeve të shtetit shqiptar për adresimin e përgjegjësive konkrete, si dhe angazhimin që ato kanë në trajtimin e rasteve të tilla me impakt në sigurinë kombëtare. Ky është rasti i parë kur një zyrtar i lartë i shtetit reagon zyrtarisht dhe shpreh në mënyrë institucionale shqetësimin e tij për faktin e mosarrestimit të një personazhi kryesor të botës së krimit, sikundër është Klement Balili. 46 vjeçari Balili është shpallur në kërkim prej muajsh, ndërsa ndaj tij gjykata e krimeve të rënda ka dhënë masën e arrestit me burg në mungesë, me akuzën e trafikut ndërkombëtar të drogës, si edhe e grupit të strukturuar kriminal. Shqipëria është renditur në vendin e 83 në raportin e Transparency International për perceptimin e korrupsionit, 5 vende më lart se një vit më parë. Në Ballkan rënien më të madhe ka shënuar Maqedonia. Transparency International bën thirrje për luftimin e rrethit vicioz të korrupsionit dhe të pabarazisë. Transparency International ka bërë publik sot indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2016, me thirrjen për luftimin e rrethit vicioz të korrupsionit dhe të pabarazisë. Në bazë të raportit për vitin 2016, Shqipëria për vitin e dytë radhazi ka shënuar përparim në radhitjen e Transparency International, duke zënë vendin e 83 me 39 pikë, e zhvendosur në këtë mënyrë nga vendi i 88 ku radhitej një vit më parë. Vendet e Ballkanit Perëndimor kanë rënë në disa pozicione në krahasim me një vit më parë, ndërkohë që Maqedonia ka shënuar rënien më të madhe nga vendet e tjera. Serbia është radhitur e 72-ta, Mali i Zi 64-ti, Bosnia-Hercegovina e 83-ta, që në krahasim me një vit më parë ka rënje nga pozicioni i 76. Maqedonia është radhitur e 90-ta me 37 pikë gjithsej, duke shënuar rënien më të madhe nga të gjitha vendet e rajonit, ndërsa një vit më parë qëndronte në vendin e 66. Kosova renditet e 95-ta në një nivel me Argjentinën, Sri Lankën, El Salvadorin, Maldivet dhe Beninin. Në indeksin e vitit 2016, Danimarka sërish ka dalë para së bashku me Zelandën e Re me 96 pikë të ndjekura nga Finlanda me 89 dhe Suedia me 88 pikë. Në raportin e tij, Transparency International thekson se korrupsioni sistematik dhe pabarazia sociale fuqizojnë njëra tjetrën, duke çuar drejt një zhgënjimi të përgjithshëm me institucionet dhe duke siguruar një terren pjellor për ngritjen e politikanëve populist. Korrupsioni dhe sistemi i drejtësisë janë dy indikatorët që i bëjnë qytetarët të jenë unanim në besimin e tyre se fenomeni i pandëshkueshmërisë në vend është shumë i përhapur. Për qytetarët e pyetur nga Instituti për Kërkim të Alternativa Zhvillim, sfida kryesore mbetet ekonomia, ndërsa televizionet ruajnë dominimin dhe mbeten burimi kryesor i informacionit.
Shqiptarët janë unanim në një pikë, kur mendojnë se pandëshkueshmëria është një fenomen i përhapur në Shqipëri dhe indicion kryesore ka nga 2 faktorë, që është korrupsioni dhe sistemi i drejtësisë. Këto të dhëna janë bërë publike nga një hulumtim kombëtar i Institutit për Kërkim dhe Alternativa Zhvillimi pas anketimit të mbi 1200 personave gjatë periudhës tetor 2016-janar 2017. Fenomeni i pandëshkueshmërisë është ose shumë i përhapur, pra 7%, ose 26% deri diku i përhapur. Ky është indikatori i pastër që njerëzit janë unanim për sa i përket fenomenit të pandëshkueshmërisë, të gjithë mendojnë se është një fenomen tepër i përhapur në shoqërinë. Faktorët pastaj, sipas shumicës dërmuese të anketuarve, sërish 96% të rasteve korrupsioni është faktori kryesor që nxit përhapjen e fenomenit të pandëshkueshmërisë në vend, ndjekur shumë ngushësisht nga faktorë si mosbatimi i ligjeve dhe rregullave, ashtu dhe mos funksionimi i sistemit të drejtësisë. Qytetarët mendojnë se ekonomia është sfida kryesore që ka vendi dhe këtë lidhin kryesisht me gjendjen e tyre sociale-ekonomike. Zakonisht kur ne bëjmë këtë pyetje, njerëzit janë shumë të interesuar edhe radari i tyre problemeve ka pjesën jetike, pra problemet të drejt për drejta me të cilat ata po përballen, prandaj dhe ekonomia del e para. Televizioni si media tradicionale mbetet burimi kryesor i informacionit për qytetarët. Ne kemi pyetur cili është burimi i parë informacionit i përmendur, i dytë edhe i tretë që ata përdorin. Televizioni deli pari me 79% sigurisht. Media vazhdon të qëndrojë aktori më i suksesshëm për sa i përket hetimit edhe raportimit të shkeljeve të ligjit nga zyrtarët e lartë në Shqipëri. Vlerësimi për punën e gjyqtarëve është në nivele të ulta, pasi qytetarët besojnë se ata janë të influencuar në dhënien e drejtësisë. Drejtori i Sorosit në Shqipëri është përgjigjur publikisht të akuzave ndaj fondacionit, duke i quajtur ato telenovela në prag të zgjedhjeve. Andi Dobrushi siguroi se Soros do të vazhdojë të mbështesë reformën në drejtësi, të cilën siç tha e do 96% e shqiptarëve. Vala e akuzave në rritje ndaj Sorosit nga eksponent të politikës shqiptare pas fitores së Trump ka sjellë reagimin e drejtorit të fondacionit në Tiranë. Andi Dobrushi akuzat të cilësoj telenovela, të cilat bëhen para zgjedhjeve parlamentare, ndërsa përfshirja në reformën në drejtësi, për të është një vendimare që do ta ribënte sërish nëse do të kërkojë, pasi reformën e duan shqiptarët. Është një reformë që mbështetet nga 96% e popullit shqiptar. Nuk e shoh asnjëherë gabim rolin e fondacionit për t'u përgjigjur 96% vullnetit të popullit shqiptar dhe për të marrë një rol që nuk e kanë marrë tjerët. Dhe në këtë pikë mendoj që kemi bërë gjën e duhur, nëse ka në një njerëz që na thotë që keni bërë gabim, le dalet na e thotë sot, jemi gati të përballemi kurdo që të jetë. Kemi një marrëveshje me Kuvendin e Republikës së Shqipërisë që detajon pikërisht përfshirjen e fondacionit dhe mbështetjen që fondacioni i jep procesit, e theksoj edhe një herë, procesit të reformës së drejtësisë. Ndryshimet politike në Amerikë dhe zgjedhjet që janë pak muaj para nuk janë argument për Andi Dobrushën për të kërkuar armiqë dhe bërë teori konspiracioni për fondacionin shqiptar Shoqëria e Hapur. Gjithë to telenovelat dhe seritë e reja të telenovelave që dëgjojmë sot e kësaj dite, besoj i shtohen argumenteve për të krijuar një fasadë re përpara zgjedhjeve, për të krijuar imazhe, për të gjetur armikun e jashtëm që ne kemi zakon për fat keq ta kërkojmë jashtë. Për fat mirë, fondacioni Soros nuk është i jashtëm, është i brendshëm. Stafi që punon aty është staf shqiptar, bashkëpunojmë me ekspertët më të mirë të vendi, as nuk kemi fshehur, as nuk kemi krijuar teori konspirative, as nuk kemi armiku, as nuk kemi komplotistët. Jemi thjesht një organizatë shqiptare që përpiqemi të bëjmë, të kryejmë rolin ton me dinjitet dhe me përkushtim, për aq modestisht sa mund t'i kushtojmë dhe mund t'i japim rolin ton në këtë vend. Fokusi momentalisht i fondacionit Soros në Tiranë, si mbështetës e reformës në drejtësi, është monitorimi i zbatimit të saj. Prokuroria e Përgjithshme shpalli sot listën me 19 kandidatë zyrtar për Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Ajo që bie në sy është numri i pakët i kandidatëve nga 320 prokuror që kanë në gjithë vendin, ndërkohë që nuk mungojnë emrat njohur të organit të akuzës. Prokuroria e Përgjithshme ka shpallur listën e 19 kandidatëve zyrtar për Këshillin e Lartë të Prokurorisë, ndërta 3 janë nga Prokuroria e Përgjithshme, 4 prokuror vijnë nga gjykatat e apelit në Tiranë, Durrës dhe Shkodër, ndërsa 12 kandidat vijnë nga prokurorit pranë gjykatave të shkallës së parë. Ajo që bie në sy është numri i pakët i prokurorëve kandidat, vetëm 19 nga 320 që ka aktualisht sistemi i akuzës. Arsyet penguese mund të jenë dhe kriteret e përcaktuara në ligj, ku thuhet se kandidati për antar të KLP-s duhet të ketë 10 vite në detyrë si prokuror. Në garë nuk mungojnë drejtues të rëndësishëm në organin e akuzës, si Kostaj Beluri që drejton drejtorinë antikorrupsion në Prokurorinë e Përgjithshme, apo Gentian Osmani që aktualisht mban detyrën e zëvendës prokurorit të krimeve të rënda.
Pjesë e garës janë dhe prokuror të dosjeve të nxehta, si Ramadan Troci, i njohur për dosjen Fullani. Ky i fundit u refuzua nga Nishani si antar në njësinë antikorrupsion në prokurorinë e përgjithshme. Këshilli i lartë i prokurorisë do përbëhet nga 11 antar, 6 prokurorë dhe 5 të tjerë jashtë strukturës. 6 antarët nga prokuroria do të përzgjidhen sipas një skeme të tillë, 1 antar nga kandidatët e prokurorisë së përgjithshme, 2 antar nga prokuroritë e apelit dhe 3 antar nga prokuroritë e rretheve. Do të jetë trupe prokurorëve që do të votojnë 19 kandidatët. Këta të fundit janë përzgjedhur nga Komisioni Administrativ i Prokurorisë së Përgjithshme për verifikimin e kritereve. Këshilli i lartë i prokurorisë është një organ i ri që krijohet me reformën në drejtësi. KLP emëron, vlerëson, ngre në detyrë dhe transferon prokurorët e të gjitha niveleve, vendos për masa disiplinore ndaj tyre dhe i propozon kuvendit kandidatët për prokuror të përgjithshëm. Kuvendi ka publikuar sot kandidatët për antar të Këshillit të Emërimeve në drejtësi, shorti për KED, i cili është edhe këshilli që do të merret me zbatimin e vettingut në Shqipëri, do të hidhet më 27 janar. Një ditë pasi kuvendi njoftoi mbajtjen e shortit për përzgjedhjen e antarëve të Këshillit të Emërimeve në drejtësi, institucionet përkatëse kanë dërguar pranë zyrës së kuvendit emrat e kandidatëve. Në shkresën që kreu i gjykatës kushtetuese Bashkim Dedja i ka dërguar kreu të shtetit Bujar Nishanie për dijen e kryeparlamentarit Meta, janë përzgjedhur 8 kandidat, të cilët plotësojnë kriteret për të qenë antar të Këshillit të Emërimeve në drejtësi. Nga gjykata e lartë do të garojnë 13 gjyqtarë, të cilët gjithashtu plotësojnë kriteret për të qenë antar të Këshillit që do të merret me zbatimin e vettingut në Shqipëri. Nga prokurorët e prokurorisë së përgjithshme është kandidate Rovena Gashi, ndërsa nga prokurorët e prokurorive pranë gjykatave të apelit do të jenë në garë Gentian Trenova, prokuror në prokurorim pranë gjykatës së apelit Tiranë, si edhe Fatjona Memçaj, prokurore në prokurorim pranë gjykatës së apelit të Tiranës. Ndërkohë, 28 gjyqtarë në shkallë vendi nga gjykatat e apelit dhe ato administrative plotësojnë kriteret për të marrë pjesë në shortin për antar të Këshillit të Emërimeve në drejtësi. Këshilli i Emërimeve në drejtësi është institucioni i parë që krijohet me miratimin e reformës në drejtësi dhe që do të ketë rolin kryesor në emërimet në sistemin e drejtësisë. Ky këshill do të përbëhet nga 9 antar, të cilët do të kenë një mandat 1 vjeçar me të drejtë rizgjedhjeje. Antarët e KED-s zgjidhen me short dhe në përbërje të tij do të jenë 2 antar nga gjyqtarët e gjykatës kushtetuese, 1 nga gjyqtarët e gjykatës së lartë, 1 nga prokurorët e prokurorisë së përgjithshme, 2 antar nga gjyqtarët dhe 2 antar nga prokurorët e gjykatave të apelit, si edhe 1 antar nga gjyqtarët e gjykatave administrative. Shorti për antarët e Këshillit të Emërimeve në drejtësi do të hidhet më datë 27 janar. Ndërkohë edhe gjykata e lartë ka shpallur zyrtarisht listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet ligjore për të zgjedhur antar i Këshillit Lartë Gjyqësor. Në përbërje të kësaj liste janë 2 kandidat nga gjykata e lartë, 3 nga gjykatat e apelit, si dhe 9 kandidat nga gjykatat e rretheve. Referuar ligjit për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë, Këshilli Lartë Gjyqësor është i përbërë nga 11 antar, 6 prej të cilëve janë gjyqtar nga të gjitha nivelet e pushtetit gjyqësor. 1 nga gjykata e lartë, 2 antar do të përzgjidhen nga gjykatat e apelit, si edhe 3 antar nga gjykatat e rretheve gjyqësore. Dosja e parë e sigurimit që do të hapet në Shqipëri është ajo që çoi në burg Musine Kokalari, një grua që kaloi të gjithë jetën pas hekurave si dënim për idealet e saj të lirisë dhe demokracisë. Në ceremoninë e çeljes së zyrës, autoritetit mbikëqyrës që do të monitorojë procesin e hapjes së dosjeve zëvendës kryeministri Niko Peleshi, i cilësoi dhe fajsoi Partinë Demokratike për moshapjen e dosjeve menjëherë pas ndryshimit të pushtetit në Shqipëri. Pas 70 vitesh mister, dosja e spionit që çoi në burg një personalitet të gruas në Shqipërinë pas luftës së dytë botërore, si Musine Kokalari, do të jetë e pare që do t'i nënshtrohet hapjes nga familjarët e saj. Unë desha të falenderoj në emër të familjes time për mundësinë që i dha Musine Kokalari që t'jetë e para dosje që të hapet e saj, dhe dorëzimin e plot të kësaj dosje me datën 10 shkurt. Si që dini, me datën 10 shkurt është 100 vjetori i lindjes Musine Kokalarit.
Unë do të thosha që kjo është një dhuratë e pazakontë për një ditëlindje në fakt. Edhe dosja e saj është e pazakonshme. Kjo dosje hapet në dhjetor të 44-s dhe mbyllet pak ditë në gusht të 83-shit, 2 ditë pas vdekjes. Nga ana tjetër është edhe që këtë trishtueshme hapja e kësaj kutije ku është fshehur ose ku është mbajtur për kaq kohë e gjithë e keqja që e ka rrethu për gjithë jetën. Autoriteti për informimi mbi dokumentat e sigurimit të shtetit ka në përbërje 64 punonjës që janë të vendosur provizorisht në një nga ambientet e ish-gardës së Republikës, të cilët do të kenë dorë të lirë për të kërkuar në 9 arkiva të shtetit ku ndodhen dosjet e ish-sigurimit. Qeveria ka marrë në dorë dhe po shqyrton një vendim shumë të rëndësishëm saj që na bën neve të kemi një qasje institucion, të kemi një qasje të plot për të gjithë materialin arkivor që është trashëgimi e ish-sigurimit shtetit. Në total, ekzistojnë të paprekura 212.000 dosje të ish-sigurimit të shtetit, rreth 250.000 kartela personash, 15.000 dosje hetimore gjyqësore, si dhe 21.000 dosje të përndjekjes mbi të cilat autoriteti do të ketë akses. Ne do mundohemi që ta ndriçojmë të kaluar, pa e stigmatizuar dhe gradualisht ta bëjmë gjithnjë më të lehtë në një proces që do t'i shërbejë shërimit, pajtimit dhe të vërtetës. Ne synojmë që ta nxjerrim jashtë urrëtitjen, publiku dhe studiuesit që do të jenë pjesë e punës tonë përditshme, do jenë këtu me ne, do të bëhen pjesë dhe instrumenta të zgjidhjes apo të shërimit të këtyre plagëve të vjetra. Milionat e faqeve të mbajtura sekret të ispionëve të regjimit komunist do të kalojnë përmes një procesi digitalizimi që do të financohet nga Bashkimi Evropian. I pranishëm në ceremoninë zyrtare të hapjes së autoritetit mbikëqyrës që do të monitorojë të gjithë procesin e dosjeve të ish-bashkëpunëtorëve të sigurimit. Numri 2 qeverist Niko Peleshi fajsoi Partinë Demokratike për moshapjen e dosjeve, menjëherë pas ndryshimit të pushtetit në Shqipëri në vitin 1991. Partia Demokratike për fat të keq ka trajtuar çështjen e hapjes së dosjeve si një kal beteje për politikën e ditës, edhe jo si një çështje themelore të moralit shoqëror. Ndërsa të gjithë ne kemi një borxh që nuk mund ta shlyejmë për jetë ndaj ish të përndjekur dhe viktimave të komunizmit. Për herë të parë qeveria është e angazhuar seriozisht për të zgjidhur një herë mirë raportin tonë me të shkuarën në funksion të së ardhmes. Lënia jashtë e listave të sigurta ngjalli pa kënaqësinë aleatëve historik të Partisë Demokratike. Në një intervistë për News 24, aleatët kritikojnë qëndrimin që Edmond Spau mbajti një ditë më parë, teksa theksojnë se në zgjedhjet e kaluara ka ndodhur që Partia Demokratike ka fituar dhe aleatët jo, dhe jo e kundërta. Kryetarët e 4 partive kryesore aleate kritikojnë qëndrimin e Partisë Demokratike për koalicionin. Fatmir Mediu dhe Nart Ndoka dalin haptazi kundër qëndrimit të demokratëve për t'i lënë aleatët jashtë listave të sigurta, duke lënë të kuptohet se duan të jenë pjesë e tyre. Mendoj se drejtuesit e PD-s duhet të mendojnë si fitojnë zgjedhjet dhe të kontribuojnë për zgjedhje të lira dhe të ndershme, në vend që të merren me analiza dhe qëndrime të pakuptimta. Nëse do të ketë një koalicion, duhet të përcaktohet dhe si fitohet. PD ka fituar më shumë se 7 mandate nga votat e partive të koalicionit në 2013, mjafton të bëhet një matematikë e thjeshtë. Normalisht nuk ka një koalicion, pra të formalizuar me Partinë Demokratike. Po marrim vetëm rastin e Kuksit dhe të Lezhës, deputetët e këtyre çarçeve janë në votat e Partisë Demokratike. Të interesi i përbashkët i subjekteve politike, nëse Partia Demokratike ka një vendimarrje të tillë, ne respektojmë, pa diskutim është drejta e tyre dhe është drejta jonë për shikuar mundësinë e formave dhe mënyrave të bashkëpunimit me Partinë Demokratike apo edhe me partitë të tjera. Dashamir Shehi i LZHK-s është ai i cili ka surprizuar me qëndrimin e tij. Deklaratat e nënkryetarit demokrat Edmond Spau i sheh si marrje e së drejtës së autorsisë. Ai është pro këtij vendimi, por me kushtin që Partia Demokratike të ruaj votat e tij. Kështu që ka kohë që i them që gjithse kush duhet hyrë në krye të listës vet, njëherë për dinjitet politik, e dyta për të maksimalizuar votat, e treta për të largu dhe këtë përvajimin e shumë njerëzve të PD-s që na i marrin vendet aleatët, që është e vërtetë, se në fakt aleatët kanë marrë më pak vende se sa kanë dhuruar votat. Jemi realist, po t'i numërosh 10 herë të fundit. Kështu do ndodhi edhe këtë radhë, por t'i vëmë një lloj marrëveshje zyrtare kësaj pune. Në shkëmbim do një garanci për ruajtjen e votave, se këtu mbaron kjo punë. I të njëjtit mendim është edhe Agron Duka.
Ai nuk e fsheh pakënaqësinë që të tilla qëndrime demokratët i bëjnë në media pa pasur më parë një tryezë koalicioni. Unë e kam dëgjuar nëpërmjet mediave, unë gjykoj që ne vendimin i marrim gjithmonë një tryezë ku të jetë prezant kryetari i Partisë Demokratike, kështu që çdo lloj prononcimi për çdo lloj gjëje të një eksponenti të Partisë Demokratike mund të keq interpretohet sipas mendimit tim. Për sa më përket mua, unë do të thoj që do preferoja më shumë të kandidohem në ciklin e Partisë Agrare Metaliste. Siç u thash, nuk është momenti të diskutohet kjo punë me që ju e kërkoni. Personalisht do të vazhdoj të kandidoj në Durrës, sepse ky ka qenë qëllimi im gjatë gjithë kohës që jem sa më afër elektoratit tim. Sistemi aktual penalizon partitë e vogla dhe favorizon forcën kryesore të koalicionit. Në rast se ato nuk e kalojnë pragun për deputet, votat e tyre i shkojnë forcës kryesore të koalicionit. Avokati i popullit përplas PS-n e PD-n, opozita pretendon se ky institucion i takon asaj ta zgjedh, siç ja la 5 vjet më parë Partisë Socialiste. Dëgjesa e parë me kandidatët për avokatin e popullit është bojkotuar nga opozita. Për Eduard Halimin, të vetmin demokrat në mbledhjen e Komisionit të Ligjeve, arroganca e kryeministrit Rama kërkon të shtrihet edhe mbi këtë institucion, kompetencat e të cilit janë zgjeruar me reformën në drejtësi. Ai nuk harroi të kujtonte kundërshtarëve politik se 5 vjet më parë këtë figurë zgjodhën vet. Konkursi për përzgjedhjen e kandidaturës së avokatit të popullit u bë në selin e Partisë Socialiste, ku konkuruan 12 kandidatë të Partisë Socialiste përballë një komisioni të Partisë Socialiste. Mbas 5 vitesh jemi tërësisht në të kundërt. Avokati i popullit nuk mund të jetë ushtari i kryeministrit, kushdo qoftë ai. Ndaj për ne, ky proces është i papranueshëm. Faleminderit. Por kryetari Fatmir Xhafaj mendon ndryshe. Sipas tij, opozita i rikthehet her pas here bojkotit, ndërsa shton se avokati i popullit do të jetë në zgjedhjen e kuvendit. Kjo është zgjedhja e tyre politike. Avokati i popullit zgjidhet nga Kuvendi i Shqipërisë. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka 28 deputet që të mund mbështesnin paktën një kandidaturë për të garuar për funksionin e avokatit të popullit. Por kanë zgjedhur pikërisht këtë rrugë, kjo është një çështje që u takon atyre. Të gjithë kandidatët raportuan këtë të mërkur, mes të cilëve ishte edhe ish-kryetaria e KQZ-s Lefteri Jeluzi, përfaqësuesi ligjor i Partisë Socialiste në KQZ Genc Gjonçaj, apo dhe vet Igli Dodozani, që kërkon një mandat të dytë. Ata dhanë arsyet se pse duhet të jenë në krye të këtij institucioni. Çdo kandidaturë duhet të sigurojë të paktën 28 firma të deputetëve për të shkuar në kuvend. Atje më pas gara vështirësohet pasi do të duhen 3/5 e votave për të marrë postin e avokatit të popullit. Botuesi Enri Çili dhe ish-drejtori i revistës Mapo Alfred Lela u vënë përballë njëri tjetrit për herë të parë që pas ndërprerjes së marrëdhënieve kontraktuale mes tyre. Në një debat për lirinë e medias në studion e hapur në News 24, të ftuarit folën për situatën e medias në vend, rolin e saj dhe ndikimin e politikës mbi të. Debati për lirinë e medias në studio e hapur solli për herë të parë përballë njëri tjetrit që pas përfundimit të marrëdhënies kontraktuale, botuesin Henri Çili dhe ish-drejtorin e botimeve Mapo Alfred Lela. Në studion e Eni Vasilit, Çili dhe Lela debatuan mbi shkaqjet e ndërprerjes së bashkëpunimit mes tyre. Ishte oferta për të vazhduar me një formulë të re. Sipas meje, formula ishte e tillë sa nuk mund të përtypej prej meje, dhe formula të cilën unë, me anë të së cilës unë do të përfaqësoja politikat e medias Mapo dhe të botuesit zoti Çili, ishte Rama është reformator dhe i duhet të marrë edhe një mandat të dytë. Linjat editoriale e pronarit dhe drejtorit do të jenë barabartë, ndryshe nuk ka sens. Nuk ka në interpretimin tim shumë evident, e bardhë mbi të zezë, atë një ndryshim të linjës editoriale që nga momenti kur zoti Lela është drejtor. Dhe përpasoj, nuk kemi çfarë debati të bëjmë këtu. Në lidhje me këtë interpretimin e ndryshëm, mbi të njëjtin fakt, unë mund të thoja këtë gjë. Po, identiteti, ndërgjegja, planet, projektet, interesat, fryma intelektuale e zotit Lela kërkon, edhe është në drejtën e tij, që të ndjek një dinamikë tjetër, të ndjek një projekt tjetër, të ndjek një qëndrim tjetër. Por Lela i kërkoi Çilit si një provë që nuk kishte ndryshuar linjën editoriale të mediave të tij, të bënte këtë lëvizje. Merr drejtori të medias Mapo Armand Shkullakun,
i fshin të gjitha pretendimet se qeveria, se linjat editoriale kanë ndryshuar, nuk kanë ndryshuar nëse merr Shkollakun, dhe qeveria ka ndikuar, nuk ka ndikuar. Ndërkohë, analistët Lutfi Dervishi dhe Mark Marku e cilësuan si mjaft të vështirë situatën ku ndodhen mediat sot, për shkak të trysnisë politike që ushtrohet mbi to. Është një sistem i ndërtuar mbi propagandën. Një sistem i ndërtuar mbi propagandën është i dështuar në qoftë se nuk është një sistem i orkestruar. Sepse një sistem propaganda ka efikasitet kur të gjitha mediat, por edhe të gjitha format e komunikimit janë të orkestruar. Sikur një media tjetë lirë që ta nxjerrë një lajm, shkatron gjithë kompromisin e mediave tjera. Në pjedestal në ngrem opinionin. Do se çfarë ndodh në kokën e njërit, Timen, kujton të Henrit, Fredit, Markut e të tjerë është një histori tjetër. Por çfarë ndodh në realitet kërkon punë gazetarie. Kjo punë gazetarie ka vdekur në Shqipëri, ose në një farë mënyrë nuk është bërë funerali. Për shkak se e përmendi Marku, në momentin që vjen puna që raporton pushteti për veten, nuk ka më gazetari. Gazeta Koha Jon, e cila ka shërbyer si institucion për breza të tërë gazetarësh, rrëfet nga gazetari Nikol Lesi në kështjella e medias. E gjithë historia e kësaj gazete që nga dalja e parë në treg, tirazhi, rekordi botimit, përballje ashpër me pushtetin e deri tek djegja e redaksisë janë përmbledhur në një libër. Historia e 25 viteve të gazetës Koha Jon rrëfehet në 450 faqe të librit Kështjella e medias i gazetarit Nikol Lesi. E gjithë historia e kësaj gazete dal në treg fillimisht vetëm për banorët e Lezhës, kulmi i shitjeve, tirazhi rekordi botimit e deri te përballja e ashpër me pushtetin. Është përmbledhur në një libër për të kujtuar dhe për të mësuar fakte që një rreth shumë i ngushtë i din, lidhur me gazetarinë e pavarur në vitet e vështira të demokracisë në Shqipëri. Tirazhi i saj që sot gjithë shtypi shqiptar nuk arrin dot, është 90.000 kopje shitje në ditë ishte asaj kohe. Ishte kohë tjetër natyrisht, ishte kohë për gazetari. Ishim kurajoz, pasionant për të bërë një Shqipëri ndryshe, për të pasuruar të vërtetën, kudo që fshihej në skutët e pushtetit. Gazeta Koha Jon ka shërbyer si një institucion për breza të tërë gazetarësh që sot vazhdojnë të jenë në krye të gazetarisë ose kanë kaluar në kampin e politikës. Gazeta Koha Jon u hapi dyert gjithë këtij brezit madh që janë sot në media, por ato i dhanë me pasion, me shpirtin e tyre u dhanë forcë, i dhanë emrin gazetës Koha Jon. Botuesi Nikol Lesi thot se përveç frikës që solli shkrumbimi i redaksisë së gazetës, kjo ngjarje pati një ndikim në gazetarinë që bëhej, por të përkohshëm. E ndryshoi historinë e medias, e ndryshoi pak edhe gazetën Koha Jon. Deri atëherë, nëse mund të them, ishim shumë idealist, shumë pasionant, kurajoz. Ajo sikur na stopoi pak një naturallosi për momentin, por prapë ne vazhduam punën. Kështjella e Nikol Lesit, tashmë e të gjithëve, përmban fakte, dokumenta e fotografi dhe rrëfen luftën për të bërë gazetarit e pavarur në një kohë kur përballja me pushtetin nuk ishte aq e lehtë, kur gazetarët dënoheshin e arrestoheshin nëse guxonin të thonin hapur të vërtetat. Në fund të fundit është thjesht një histori e gjallë e një gazete si Koha Jon. Shohim të tjera zhvillime, gjendet koka e prerë e një njeriu në afërsi të fshatit Karbunar në Vlorë. Koka u gjet rreth orës 13:55 të kësaj të martës, ndërsa dëshmitari ka rrëfyer për News 24 ngjarjen. Ekspertët kanë vëritur dëmtime në pjesën e sipërme të kokës, ndërsa pista më e fortë e hetimit mbetet ajo e vrasjes. Le të ndjekim me raportimin e kolegut Enrik Mehmeti. Tu jemi në afërsi të fshatit Karbunar, disa orë larg qytetit të Vlorës, ku është gjetur edhe koka një ditë më parë. Ka qenë një banor i zonës, i cili në një lëvizje të tij përgjatë kësaj rruge, përgjatë këtij shtegu, ka parë kokën pikërisht në këtë vend këtu, ku ekspertët më pas e kanë marrë dhe e kanë dërguar pranë morgut të qytetit për një ekspertim mjekoligjor. Për sa i përket qëndrimit në këtë pikë, mendohet se viktima mund të ketë pasur 3 muaj që kishte humbur jetën. Kishte shenjat gjaku në kokë? Po t'i vje veshin kishte, në thënë brenda kapën. Si që pas, u habitëm pak dhe ikëm, lejmëruam. Ndoshta ka pruna një kafsh, ndo një qënë, nuk i djetë. Pjesë sipërme nuk i kishte rëmët. Të gjithë? Jo, pjesë të poshtme po.
Në Shqipëri janë në përdorim rreth 15.000 ashensor për të cilët nuk ka asnjë informacion mbi kushtet e sigurisë. Qeveria ka vendosur ngritjen e një inspektoriati për kontrollin e tyre, por ai ende nuk ka filluar nga puna. Hapi i parë për këtë strukturë të re është ndërtimi i një database për të parë situatën në vend. Nuk ka statistika të sakta, por nisur nga censusi i vitit 2011, besohet se në Shqipëri janë në përdorim rreth 15.000 ashensor, për të cilët nuk ka asnjë informacion mbi kushtet e sigurisë. Ndonse Këshilli i Ministrave vendosi në dhjetor të vitit 2015 ngritjen e një inspektoriati që do të kontrollonte ashensorët dhe kushtet e sigurisë, ky inspektoriat ende nuk ka filluar punë. Sipas kryeinspektores Jana Xhixha, hapi i parë i kësaj strukture është ndërtimi i një database për të parë situatën në vend. Faza e parë e punës së këtij inspektoriati që është në proces ngritjeje, konsiston pikërisht për të ndërtuar dhe një database eksakt të tyre, për të parë gjendjen teknike të tyre, dhe sigurisht ligji, vendimi i Këshillit të Ministrave, pra rregulli teknik, parashikon edhe masat që merren nëse risku është i lartë. Inspektimi do të nisi në momentin që ne do të kemi më së pari elementët fillestar të fotografimit të situatës aktuale. Pas inspektimit në terren, të gjitha ashensorët që do të konstatohen se nuk plotësojnë kushtet e sigurisë do të vulosen dhe nuk do të lejohen të jenë më në përdorim. Inspektoriati do të krijojë kontakte me ndërtuesit e objekteve për standardet që duhet të plotësojnë ashensorët. E njëjta gjë do të ndodhë edhe me importuesit e tyre dhe me doganën, e cila nuk do të lejojë futjen e materialeve që nuk kanë markimin e sigurisë CE. Nga një vëzhgim i News 24 në disa pallate në Tiranë, nuk konstatuam në ndonjë prej tyre këtë markë sigurie. Sipas kryeinspektores, përgjegjësinë për sigurinë e ashensorëve e ka sipërmarrësi deri në 5 vjet pas hipotekimit të objektit. Më pas, kjo përgjegjësi ju kalon banorëve të përfaqësuar nga administratori. Nëse pallati apo godina e banimit është brenda një afati 5 vjeçar nga momenti i hipotekimit të godinës, përgjegjës ligjor është sipërmarrësi. Ndërsa pas këtij afati është komuniteti i banorëve të përfaqësuar nga administratori. Në kushtet kur shumë pallate janë të pa hipotekuara pa administrator, edhe ashensorët janë të pa kontrolluar. Rreth 7500 godina janë të ekspozuar potencialisht nga incidente të rënda, si ai 20 janarit, ku një nën 30 vjeçare shtatzën humbi jetën në ashensorin i cili u përfshi nga flakët. Në një forum biznesi të organizuar nga Dhoma Amerikane e Tregtisë me Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave, sipërmarrësit ngritën si shqetësim aplikimin e çmimit të referencës dhe procesin e skanimit në dogana. Sipas tyre ata vijojnë të paguajnë taksa të larta doganore si pasojë të çmimeve të referencës, ndërkohë bizneset kërkuan që si bazë në pagesën e TVSH-s të merret fatura e mallrave. Abuzimi me çmimet e referencave, mos rimbursimin në kohë i TVSH-s, si dhe shumë problematikat të tjera hasen çdo ditë nga komuniteti i biznesit në dogana. Dhoma Amerikane e Tregtisë organizoi një forum biznesi me drejtues të lartë të doganave, ku u trajtuan problemet e antarëve të kësaj organizate. Në lidhje me çmimet e referencave, bizneset kërkuan që si bazë në pagesën e TVSH-s të merret fatura e mallrave dhe jo lista që kanë doganat, e cila sipas tyre nuk është rifreskuar prej kohësh. Ka krijuar një problematikë edhe me administratën tatimore, e cila ka vendosur që të mos njoh si TVSH të rimbursueshme, TVSH-n e paguar në dogan nga çmimet e referencës. Pra, ai problemi që kishim si problematik e cash flow me doganën, është bërë dhe një problematik tjetër që kjo është një kosto që nuk njihet as si TVSH rimbursueshme. Dhe mendojmë që pikërisht kjo metodë, duke ia abdiktuar çmimet e referencës, bazuar mbi çmimet reale të transaksionit, do jetë metoda më e mirë për të qenë dhe më të updateuar dhe për të mos ndodhur, si për shembull, mund kemi çmime referencë të cilat datojnë shumë kohë më parë dhe në një farë mënyrë nuk kanë prekur nga ana administratës. Një tjetër shqetësim i ngritur nga biznesi ishte edhe ai skanimit në dogana dhe vonesat që has biznesi gjatë këtij procesi. Vështirësitë e para kanë qenë në vitin 2015, kemi qenë 10 vjet së bashku këtu nga fillimi i vitit 2016, por mendoj që kjo kohë tashmë është kaluar dhe
Mund të ketë raste sporadike, por në përgjithësi operohet me procedura sa më të shpejtuara. Me hyrjen në fuqi të kodit të ri doganor, nga 1 qershori të gjitha bizneset do të kenë mundësi të bëjnë deklaratat e tyre online, një proces për të cilin bizneset kërkuan më shumë informacion nga doganat. Banorët e zonave të përmbytura në vitet 2010-2011 në Shkodër kanë nisur grevë urie për dëmshpërblimet. Banorët e nisën grevën në stolat pranë institucionit prefekti duke deklaruar se nuk do të largohen që andej pa u plotësuar kërkesa. Në një reagim prefekti i Shkodrës u shpreh se qeveria e shkuar njohu me VKM vetëm dëmet në bujqësi që ju faturoi kesh aso kohë. Ashtu si kundër kishin paralemëruar 8 banorë të zonave të përmbytura në vitet 2010-2011 në Shkodër, nisin grevën e urisë duke kërkuar dëmshpërblimet. Ata kanë qëndruar për disa orë përgjatë kësaj të mërkure, duke negociuar me policinë për të ngritur një çadër për zhvillimin e grevës së urisë, por nuk janë lejuar. Rreth orës 12 të mesditës, ata kanë vendosur që grevën e urisë ta nisi në stolat pranë institucionit të prefektit, duke deklaruar se nuk do të largohen që andej pa ju plotësuar kërkesa. Në ditën e vdekjes, në hijet e robit tu të vdesit, se kjo lorisht është e jona. Me gjithë se nuk përnohet asë një loj mosit, asë një loj stërhimit për ne jena ditë me vdek i to nga hallet tona familjare. Kërkumet e prefekturë atje, nuk në lanë atje. Ta është pornim një solitu. Këto asë dhe lëvizi komë në vendit, veç i to. Është miratu në parlament buxheti më dhonë, edhe hala nuk e kanë dhonë. Unë kanë vlerësu 5.000 lek herën e parë 2010 të urtë Zelulit, ata 5.000 lek kam do karamele, e dyta është, më kanë vlerësu 1.012, po a puna që mi kanë marrë me drita 300.000 lek në mujë. A shë qëfar ka të ldhekut kanë bo? Gjon Lasku, Pal Marku, Fro Kola, Lush Ndoci, Arben Kola, Mill Guri, Skënder Mjilli dhe Dritan Dreu janë banorët që kanë nisur që prej kësaj të mërkure grevën e urisë. Ata kishin dorëzuar më herët në polici kërkesën për lejen për zhvillimin e grevës, çka ju refuzua. Forca të shumta policie kanë vijuar të qëndrojnë për orë me radhë pranë prefekturës së Shkodrës. Mas më përja rrugën mua, pa të mune mas më përja së një problem tim. Se një një shkodron, të të nërë një masat për këtajt njështë janë grevorijet. Në prefekt. E ja përgjigjen mediat ju me naj atje. Ta pa dish vetë si prefekt kishin. Edhe ti blokaj edhe logarit për logarit tyne, ja për me. Kam ratë dakord që a i dënim që ka kenë deri me datën 7 me rekordu të vazhdojnë, mundësi shqysh ditën e neshme, njerësit që kanë bërgjë do t'i mëllin mohabetet, për pjesën tjetër, për një periull, unë orej mos t'gjasi një muj, ne për zgjidhja për me marë paret për diferencat, në radhë parë këtu janë ata, që nuk janë bërgjë kërgjë energjisë elektrike, flasë gjithmonë për listën e kulturave bujqësore, që ka një vendim qërijet, nuk flasë për bizneset, nuk flasë për mobile, nuk flasë për shtëpia. Vjojnë protestat e punonjësve të rafinerisë së Fierit, të cilët nuk kanë marrë ende pagat ashtu siç u premtua. Ata u shprehen se nuk do të ndalen deri në shlyerjen e plotë të detyrimeve. Punëtorët e rafinerisë së Fierit kanë protestuar sërish pavarësisht shlyerjes së detyrimeve të një muaji. Ata kërkuan shlyerjen e plotë të 3 pagave siç u premtua. Punëtorët shprehen se protestat do të vijojnë pasi po mashtrohen nga drejtues të kompanisë. Kishte kaluar vetëm muaj dhjetor. Për 2 muajt e tjerë? 2 muajt e tjerë, jo. Fajsuesi erdhi atë ditë që hipi ai majto xhaku dhe s'është dukur më. Prapë do vazhdojmë grevë. Për nisjen e punës neve nuk kemi asnjë lloj informacioni. Protesta do vazhdoj deri në zgjidhjen e gjitha çështjeve të cilat ne i kemi parashtruar. 2 pagat e tjera, tetor në dorë nuk i kanë kaluar. Ju keni kërkuar një reagim nga përfaqësuesit tuaj më të lartë? E s'po vjen nga kushta kërkojmë. Pagat i duam me domosdoshmëri. Komisioni i ligjeve, një ditë të vetme të merren me ne. Pas kërcënimit se do të hidhej nga njëri prej oxhakëve të rafinerisë, Agim Myrdinit ju kaluan të gjitha rrogat e prapambetura, por pa shpërblimet që i takojnë. Mua mu kaluan 3 rroga. As shpërblimi, as dhe një tjetër. Edhe jam për para portës, nuk po i brenda në uzinë. E mora premtimin që do të kthesha në punë e do të bësh kontrata në moment,
as kontratë s'mo bë, as dhe një. Prej kohësh punëtorët e rafinerisë së Fierit vuajnë mungesën e pagave, problemi i cili çoi deri në tentativë për vetflijim të një prej punëtorëve të saj, duke kërcënuar se nëse nuk i kalonte paga, do të hidhej nga një oxhak prej 50 metër lartësi. Mbi faturimi i energjisë elektrike në shifra tepër të larta për banorët e Pukës ka sjell debate edhe në Këshillin Bashkiak të këtij qyteti. Anëtarët e Këshillit Bashkiak nga e Majta dhe e Djathta kërkuan ndërhyrjen e menjëhershme për zgjedhjen e këtij problemi, duke cilësuar një vjedhje të hapur në kurrizë të qytetarëve të varfër të Pukës. Problemi mbi faturimin të energjisë elektrike dhe asaj çfarë pukjanët e cilësojnë si vjedhje është kthyer në një temë debatesh edhe në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të këtij muaji këtu në qytetin e Pukës. Anëtarët e Këshillit Bashkiak i apeluan strukturave përkatëse që të marrin masa për zgjidhjen e menjëhershme, në të kundërt ata do të i bashkohen protestave popullore. Shqetësimi im ka qenë 100 muaj tetor. Në mënyrë absolute kam kërkuar edhe informacion nga OSHE, por i kod. Vazhdoi muaj nënor, i kod. Erdhi muaj dhjetor që e psun gjithë. Është një vjedhje harbuqe e hapur nga shteti. 2 muaj dhjetorin e nënorin e 2016. Kovin me ka 40.2700 salet. Aja ka dek. Është në 10 shpia është e bëndme, sati është e putën për e nëmores, fatura vjerë shkën morë, duhet e zëpë janë fjallë. Nuk ka vetëm kja është, e janë shumë fatura tjera. Shkën morë në nuk sen asë zgjidhje. Janë 2 plaka në bukë, këtu, që janë të vetë në shpi, dhe njënë që ka fatura 98.800 lek, e tjerë që ka fatura 82.000 lek. 2 plaka që kanë asë në shpi që jetojnë vetë murë. Kreu i bashkisë tha se do të mbështesë komunitetin, ndërsa ka kërkuar zgjidhje nga ana e strukturave përkatëse. U premtoj se do të jem krah për krah me ju për të çuar deri në fund ato kërkesa që janë të lidhshme dhe janë shumë dëmshme ekonomike, ku ekonomia juaj individuale dhe kolektive është aq e vogël. Unë nuk di sot të jap një. Unë pavarësisht se kam marrë premtimin drejt për drejt telefonik se kjo do përmirësohet deri në mesin e muajit shkurt 100%, unë prapë po them si nuk do lëm atë pjesë telefonike, unë do të jem me kontakt vazhdueshëm, po në mënyrë të veçantë do marr kontakt drejt për drejt për të pasur një ide të qartë dhe që unë nesër kur del para jush të them një gjë të vërtetë. Pas takimit të mbajtur mbrëmjes përfaqësuesve më të lartë të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, Federica Mogherini ka njoftuar se ishin palët në të njëjtin mendim për të ulur tensionet, ndërsa presidenti Thaçi nënvizoi se Beogradit i është bërë qartë se Kosova do të veprojë si shtet i pavarur, ndërsa Vučić e konsideroi takimin si më të vështirin. Ka përfunduar pa ndonjë vendim konkret takimi i udhëheqës dhe më të lartë të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, i thirrur me ftesë të shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Përmes një deklarate me shkrim, Mogherini falenderoi të dyja palët për, siç tha, takimin konstruktiv. Palët kanë diskutuar zhvillimet e ditëve të fundit dhe kanë rënë dakord për të lënë prapa tensionet e për të përqendruar në punën përpara. Unë kanë theksuar se përparimi në normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi është thelbësor për Kosovën dhe Serbinë, për Bashkimin Evropian dhe për rajonin e Ballkanit Perëndimor në tërësi. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se Beogradit i është bërë qartë se Kosova do të veprojë si shtet i pavarur dhe sovran. Besoj se është në interesin e dy shteteve që të kemi paqë, të kemi stabilitet, të kemi mirëkuptim. Në vend të thirrjeve të Beogradit për luftë, Kosova i përgjigjet me paqë dhe në proces të dialogu dhe eficiencisë e mirë. Tjetër mendoj se ky takim sonte ka ndihmuar leadershipit të Serbisë që të kuptojë definitivisht se Kosova është sovrane e pavarur dhe do të veprojë gjithmonë si shtet i pavarur, sovran sipas kushtetutës dhe ligjeve të veta. Izrazito težak razgovor, teško da mogu da se setim nekog težeg. U svakom slučaju mislim da smo određene stvari postigli kroz jedan. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić, i cili ka dalë nga takimi me shefen e politikës së jashtme të BE-s Mogherini për t'i dhënë deklarat televizionit shtetëror të Serbisë, tha se që në fillim të bisedimeve Mogherini ka vënë në dukje blokadën në bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë. Sipas Nikolić, Mogherini ka vënë theksin mbi detyrimet e papërmbushura të Prishtinës dhe tek problemet e serbëve. Sipas tij, Beogradi kurrë nuk ka folur me kërcënime, me armë dhe me polici, kur shqiptarët kanë promovuar jo vetëm pavarësinë e Kosovës,
por edhe Shqipërinë e Madhe. Zëdhënësja e shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian të Federica Mogherinit ka reaguar kundër deklaratave publike që janë dhënë pas takimit të mbrëmshëm mes presidentëve dhe kryeministrave të Serbisë dhe Kosovës. Sipas Koçiančić, gjatë takimit ra dakord që të mos bëhen deklarata publike. Rezultati esenciali ishte te kalimi tensioneve dhe të mos bëhen deklarata publike. Na vjen keq që kësaj nuk janë përmbajtur të gjithë, përderisa ju bëjmë thirrje që të mos e bënin një gjë të tillë. Është shprehur ndër të tjera Maja Koçiančić. Megjithatë, zëdhënësja e shefes së diplomacisë së BE-s thotë se pavarësisht kësaj, Mogherini është e kënaqur dhe falenderon sërish liderët politik të Beogradit e Prishtinës për dialogun konstruktiv që u mbajt mbrëm. Kuvendi i Shqipërisë ndjek me vëmendje zhvillimet në Kosovë. Sot në mbledhjen e Komisionit të Jashtëm është dëgjuar ambasadori i Shqipërisë në Prishtinë, i cili deklaroi se ngjarjet e fundit mes Kosovës dhe Serbisë i kanë çuar marrëdhëniet mes dy vendeve në pikën zero. Qemal Mingjozi shtoi se duhet punuar që rajoni t'i jep trenit të Bashkimit Evropian. Ambasadori i Shqipërisë në Republikën e Kosovës, Qemal Mingjozi, ka raportuar në Komisionin e Jashtëm lidhur me situatën e krijuar së fundmi në Kosovë. Mingjozi theksoi se marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë kanë 3 muaj që janë tensionuar dhe situata kulmoi me provokimin e trenit serb me simbolin nacionaliste drejt Mitrovicës, si dhe me arrestimin e Ramush Haradinaj në Francë në bazë të një urdhër arresti serb. Ngjarjet e 3 muajve të fundit kanë nivelin më të ulët të bashkëpunimit dhe që është më e keqe është zhvilluar mes tensionesh të pa imagjinueshme, të pa konceptueshme, arrestimi i Zojt Haradinaj, arrestimet e mëparshme të disa individëve në territorin e Republikës Serbisë, dërgimi i trenit provokativ ka bërë që kjo situatë të jetë acaruar në shkallën më maksimale. Ambasadori tha se zhvillimet e fundit i kanë çuar në zero marrëdhëniet mes Prishtinës dhe Beogradit. Opinioni në Kosovë është tepër i shqetësuar, kjo çon marrëdhëniet në një nivel zero. Në një ligj mendimi ishte edhe kryetaria e Komisionit të Punëve të Jashtme Arta Dade, e cila duke cilësuar trenin provokim të Serbisë theksoi se Komisioni dhe Kuvendi i Shqipërisë do të kenë në vëmendje të veçantë këto zhvillime në rajon. Ngjarje të cilat përbëjnë regres lidhur me sigurinë dhe stabilitetin në rajon, siç është rasti i trenit provokues. Mediat greke kanë reaguar ndaj një deklarate të deputetit shqiptar Piro Lutaj duke cilësuar atë sulmtash përndaj Greqisë, ndërkaq që ato kanë publikuar foto në një tjetër ushtari teksa pozon duke formuar shqiponjën me duar, por në një reagim të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë greke thuhet se ushtari në fjalë është identifikuar dhe është nga Qipro. Fotografia e rekrutëve shqiptar me nënshtetësi greke që formuan shqiponjën me duar vijon të shkaktoj reagime. Mediat greke i referojnë një statusit të deputetit socialist Piro Lutaj, duke shkruar se deputeti shqiptar një sulmtash përndaj Greqisë. Në portalin newsit.gr shkruhet se deputeti Lutaj akuzon Greqinë si një shtet racist që nuk respekton të drejtat e njeriut. Për herë të 100, shteti racist grek merr masa të tilla ekstreme ndaj qytetarëve të tij, pa respektuar liritë themelore të parashikuara nga konventa europiane dhe ndërkombëtare, por edhe nga legjislacioni i saj i brendshëm. Ministria e Autoriteteve të Mbrojtjes nuk kishte asnjë arsye për të besuar mbi rrezikshmërinë e simbolit të rekrutëve shqiptar. Është një lloj sikur autoritetet shqiptare të marrin masa kundër 10 flamujve grek që janë në dispozicion kudo në shtëpitë e shqiptarëve etnik, kryesisht në rajonin jugor të vendit. Unë e kuptoj pozitën e vështirë politike të ministrit Kamenos, por kjo nuk i justifikon lëvizjet në kurrizë të marrëdhënieve dypalçe midis dy fqinjve. Ne shpresojmë në një zgjidhje diplomatike të problemit. Ndërkaq ky portal boton një foto të re të një ushtari që ka formuar shqiponjën me duar, por me ndryshimin se fytyra e tij është e mbuluar dhe nuk identifikohet. Media shtron pyetje nëse kjo dukuri është e vetme apo nuk është vënë re, por ka reaguar shtabi i përgjithshëm i ushtrisë greke edhe për këtë rast. Në deklaratën zyrtare thuhet se është identifikuar ushtari dhe reparti ku ai shërben. Ushtari në foto nuk është me prejardhje nga Shqipëria, por nga Qipro, por ndaj tij do ndiqen të njëjtat procedura si në rastin e 7 ushtarëve me nënshtetësi shqiptare të Mesolongjit. Presidenti Amerikan Donald Trump tha të mërkurën se një ditë e madhe është planifikuar për Këshillin Kombëtar, duke përfshirë
një njoftim për ndërtimin e murit në kufi me Meksikën. Presidenti i ri republikan pritet të nënshkruajë disa urdhra ekzekutive mbi emigracionin dhe sigurinë e kufive gjatë ditëve në vijim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i është rikthyer një ideje të shumë kritikuar, ngritjes së murit në kufi me Meksikën. Është planifikuar një ditë e madhe për sigurinë kombëtare, u shpreh ai një ditë më parë dhe ajo do të përfshijë veprimin ekzekutiv që kanalizon burimet federale drejt ndërtimit të murit. Shefi i ri i Shtëpisë së Bardhë nuk do të mjaftohet me kaq, pasi pritet që në ditët në vijim të njoftojë një sër masash të lidhura me emigracionin, të cilat do të prekin edhe vizat. Ndër urdhrat ekzekutiv që do të lëshojë presidenti amerikan mbi sigurinë e kufive është edhe verifikimi ekstrem i njerëzve që udhëtojnë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga Siria dhe 6 vendeve të tjera me shumicë muslimane në lindjen e mesme dhe Afrikë. Presidenti amerikan gjithashtu tha se do të kërkojë një hetim madhor lidhur me pretendimet e tij për vjedhje të votave gjatë zgjedhjeve presidenciale të nëntorit të vitit të kaluar. Përmes një postimi në Twitter, Trump tha se hetimet duhet të fokusohen në personat e regjistruar për votim në 2 shtete, ata të cilët janë ilegal dhe ata që janë të regjistruar, por kanë vdekur. Ai gjithashtu shtoi se pavarësisht nga rezultatet, ne do të forcojmë procedurat e votimit. Vajza 7 vjeçare nga Alepo e famshme për postimet e saj në Twitter i ka dërguar një letër presidentit të ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ku i kërkon ndihmë për fëmijët sirian. Duhet bëni diçka për fëmijët e Sirisë sepse edhe ata janë si fëmijët e tu dhe meritojnë paqen njësoj si ju, ka shkruar Bana në letër. Vajza 7 vjeçare nga Alepo, Bana Alabed, e njohur në të gjithë botën për postimet e saj në Twitter teksa ndodhej në Alepo ndërkohë që po sulmoi, i ka dërguar një letër presidentit të ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump. Duhet të bëni diçka për fëmijët e Sirisë, sepse edhe ata janë si fëmijët e tu dhe meritojnë paqe njësoj si ju, ka shkruar Bana në letër. Ajo u largua me familjen e saj nga Alepo në muajin dhjetor gjatë evakuimeve masive dhe tashmë po jeton në Turqi. Nëna e saj Fatema, e cila ndihmon Banën në Twitter, ja dërgoi tekstin e letrës agjencisë së lajmeve BBC. Ajo tha se Bana e shkroi letrën disa ditë përpara inaugurimit të Donald Trump si president, pasi e ka parë disa herë në televizor. I dashur zoti Trump, unë quhem Bana Alabed dhe jam një vajzë 7 vjeçare siriane nga Alepo. Kam jetuar në Siri gjatë gjithë jetës sime para se të largohesha nga lindja e Alepos në dhjetor. Jam pjesë e fëmijëve sirian që kanë vuajtur nga lufta në Siri. Megjithatë, tashmë kam gjetur paqen në shtëpinë time të re në Turqi. Isha në shkollë në Siri, por u shkatërrua për shkak të bombardimeve. Disa nga shokët e mi humbën jetën. Më erdhi shumë keq për ta dhe do doja shumë që të ishin me mua tani, sepse do të luanim bashk. Nuk mund të luaja në Alepo pasi ishte qyteti i vdekjes. Tashmë në Turqi mund të dal jashtë dhe të kënaqem. Prandaj është paqja kaq e rëndësishme për çdo, duke të përfshirë edhe ty. Megjithatë, miliona fëmijë sirian nuk janë si unë tashmë dhe po vuajnë në pjesë të ndryshme të Sirisë, po vuajnë për shkak të rriturve. Unë e di që ti do të jesh presidenti i Amerikës, kështu që të lutem, a mund të shpëtosh fëmijët dhe njerëzit e Sirisë, ka shkruar Bana në letrën e saj drejtuar Donald Trump. Do shkëputemi për pak publicitet. Ne do rikthehemi sërish pas pak për të parë zhvillimet nga sporti.